Zyret e gjendjes civile në shumë njësi administrative të qarku Dibër po përballen me probleme të mos funksionimit të sistemit. Pak ditë më parë, i gjithë sistemi i gjendjes civile kishte rënë dhe nuk jepej asnjë shërbim nga punonësit për shkak të sistemi online nuk funksiononte. Ndërkohë situata ka ardhur duke u përmirësuar, por ende ka probleme. Burime për Mat Televizion thanë se thuajse në asnjë nga njësitë administrative të Bashkisë Mat, sistemi online i gjendjes civile nuk funksionon, e për këtë arsye punonësit aty nuk mund t'ju japin shërbim qytetarëve. Ndërkohë problemi mos funksionimit të këtij sistemi është në drejtorinë e përgjithshme të gjendjes civile, që është në varësi të Ministrisë së Brendshme, por që deri në publikimin e këtij lajmi nuk ka asnjë sqarim lidhur me arsyet e problemit në fjalë. Nga ana tjetër, mos funksionimi i këtij sistemi vjen në një kohë kur në vendin tonë vinë emigrantët për pushime dhe shfrytëzojnë kohën për të aplikuar për dokumentet biometrike apo për regjistrimin e fëmijëve të lindur jashtë vendit. Me problematikë të ngjashme janë përballur edhe 3 bashki të tjera të qarkut Dibër, Klos, Bulqize, Dibër, duke shkaktuar një shqetësim për të gjithë qytetarët që kërkojnë të marrin shërbime në zyrat e gjendjes civile.